nga 38 komuna përkatësisht nga 26 sa kanë dhënë gjithsej premtime për mandatin 2025-2029, gjithsej Instituti GAP ka evidentuar 1683 premtime. Pra janë 1683 premtime që janë evidentuar dhe janë listuar dhe janë konfirmuar si tilla nga ana e Institutit GAP për mandatin 2025-2029, llogaritur me mandatin e kaluar, kemi 132 premtime më pak se sa mandatin e kaluar. Komunat që kanë shënuar rritje më të madhe në dhënien e premtimeve është komuna e Lipjanit, e Deçanit, e Fushë Kosovës, e Ubiliqit, e Drenasit dhe e Podujevës. Lipjani ka shënuar rritjen më të madhe, mandatin e kaluar i ka pasur 62 premtime, ndërkaq tani ka 170. Fushë Kosova i ka pasur 35 premtime, tani ka 110. Ubiliqi i ka pasur 69 premtime, tani ka 104. Drenasi ka pasur 37 premtime, tani ka 88. Dhe po këtë numër e mban edhe komuna e Podujevës me 88 premtime nga 61 sa ka pasur mandatin e kaluar. Nga ana tjetër, rënien më të madhe të numrit të premtimeve sipas komunave ka shënuar Prishtina nga 206 në 115 dhe rënjet e numrit të premtimeve ka edhe në komunën e Klinës, në komunën e Shtimjes, në komunën e Malishevës dhe në komunën e Prizrenit. Por shikuar numerikisht për këtë mandat 2025-2029, numri më të madh premtimeve e mban konkret komuna e Lipjanit, pastaj vjen e Deçanit, e Prishtinës, e Fushë Kosovës e kështu me radhë. Ndërkaq numri më të vogël premtimeve ka dhënë kryetari i Malishevës, i Suharekës dhe i Dragashit. 7 komuna që udhëheq lëvizja vetëvendosje janë të evidentuara 563 premtime elektorale. Nga 7 komuna të cilat i udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës janë të evidentuara 474 premtime elektorale. Nga 7 komuna të cilat i udhëheq përkatësisht nga 6, sepse në Skënderaj nuk kemi premtime, PDK-ja ka dhënë përkatësisht komunat e udhëhequra nga PDK-ja kanë dhënë 344 premtime. 20 premtime i ka dhënë komuna e udhëhequr nga Nisma, ndërkaq Aleanca për Armërinë e Kosovës, përkatësisht 5 komuna të udhëhequra nga ky subjekt politik, janë dhënë 282 premtime elektorale. Konsiderojmë që është rezultati i punës dhe angazhimit